Deputetet e VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s bllokuan rezolutën për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag, që ishte dorëzuar nga deputetet e opozitës shqiptare. Për shkak të mungesës së tyre në Komisionin për Politikë të Jashtme nuk pati quorum që rezoluta të vehet në rendite. Të pranishëm ishin vetëm deputetet e Frontit Evropian Vlen Ash dhe deputeti Recep Ismail nga e Majta. Deputetet e opozitës shqiptare adresuan akuza se mungesa e deputetëve maqedonas është tendencioze dhe paralemruan se nuk do të heqin dorë nga rezoluta. Kritika u adresuan edhe ndaj deputetëve të Vlen, duke potencuar se mbështesin me votë, por nuk e nënshkruajnë rezolutën. Mungesa e deputetëve të VMRO dhe LSDM sigurisht është tendencioze dhe nuk u desh të ndodhë të mënyrë për faktin se ne jemi një demokraci parlamentare, që është edhe një shkelje rregullore së Kuventit, faktën dhe buhet ishin nuk për ta respektuar çështjet, të deklarojnë se janë pro ose kundër, dhe të na japin nuk për ata shpalosin argumentet e tyre. Dhe se ka thonë deklaratës së kolegës nga Vlen, e cila të deklaron se ne e mbështesim rezolutën, nga ana tjetër nuk i ka vendosur në shkrimet e tyre në deklaratë. Ja një sigurisht duhet ta pyesni koordinatorin se çfarë ka ndodhur, sepse ditën e parë ju tha që i ka mbledh në shkrimet e të njëjtat do t'i deponoj, ase kur duhet te sekretaresha, dhe ditën tjetër kur unë e pyeta, a i keni të gatshme në shkrimet, tha jo, ne nuk të shkruajmë, por vetëm do ta mbështesim. Kanë reaguar nga koalicioni Vlen. Bekim Qoku nga ky koalicion përmes një postimi në Facebook shkroi se Vlen ka deklaruar publikisht se mbështet rezolutën e dorëzuar në Kuvent për krerët e UÇK-s, duke adresuar kritika për BDI-n. Por pa haruar që partia që erdhi në pushtet fal ushtrisë lirimtare kombëtare dhe që e mbajti pushtetin për 22 vjet nuk bëri asgjë për veteranët e luftës, për UÇK-n në përgjithësi. BDI për 22 vjet në pushtet ka miratuar ligjin për branitelët dhe ka votuar ndryshimet e atij ligjit 6 herë gjatë kohës sa ishte në pushtet. Propozim ndryshimi i 7 i parashtruar në kohën kur Vlen ishte në qeveri u pengua dhe ka mbetur ende pezull. Me që rezoluta nuk kaloi filtrin e komisionit, nuk do të shkojë as në seancë plenare dhe me shumë gjas nuk do të miratohet.